amma ba'du. Lavdi, falënderimi, madhërimi janë për Allahun xhaleshanuhu. Salavat e selamët për shëndetit tonë mbi të dërguarin e fundit Muhammed Mustafan, të ardhur rahmeten lil alamin, vule pejgamberëve. Pastaj shokët sahabët të cilët e shoqëruan ishin me të dhe ndihmuan Allahu xhaleshanuhu qoftë i kënaqur mbi ta. Në veçanti khulefar rashidinit Hazreti Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Ali radhiyallahu anhum, tabiinët, tabiinët dhe gjithë të tjerë që ndosin rrugën e tyre deri në kiamet. Të nderuar vëllezër, çdo herë muslimani duhet të jetë i kujdesshëm nga veprat të cilat e shmangin prej Allahu xhaleshanuhu, mos ta lejoj veten, mos ta toleroj të bie në graskat e shejtanit, armiku i cili është shumë i afër me njeriu dhe i cili në çdo mënyrë tenton ta humbë atë dhe t'ja nënshtroj apo ta bëj atë shok të vetin në zjarr. Dhe në këtë drejtim, për sot është një këshill e shkurtër për veten edhe për ju, do të jetë rreth zemrave në përgjithësi, rreth çudive të zemrës. Dihet që ajo është pjesa kryesore në trupin e njeriu. Edhe pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë dha salat halal jasad kullu, nëse ajo përmirësohet, do të përmirësohet i tërë trupi, por edhe ajo kur prishet, do të prishet i tërë trupi. Është edhe përmendur në shumë vende në Kur'an, vendi i saj dihet, por sot nuk do të jetë temë përgjithshme kjo, mirë po një tjetër drejtim, ai ka të bëjë me këtë që do ta themi tani. Zemra tuaj është sikur se një fortifikat, një kala, e ruajtur mirë, e forcuar mirë, që mos dëbërtoj gjithkushin e ta. Edhe shejtani e din shumë mirë këtë, ajo është njerëz i mirë joni, se ditën kur e kanë krijuar me lashta se Ademin, thuhet hyri në trupin e tij, në gjitha pjesë, edhe e njohu edhe pas mrena. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë, djalli hes në njeriu sikur se gjaku i tij, qarkullon, por gjitha këto janë disi anë jashtme që ne do të mirë me shumë ato, anë tjera të cilat e sjellin shejtanin në zemrat tona, ndërsa ato janë të fortifikuara, të mbrojtura, por ai këshir derë për me him ta. E dyrt në të cilat mundet me dëbërtu me him rana djalli, shejtani, Zoti na ruaj nga ai, kur e merr zemrën dorë atëherë kthen çka don edhe bën çka don atë njeri, dyrt për të hyrë të i dietari hershëm i një kohe kur ka lëvizur Islami, ka përmbledh disa vese, kësia, disa sjellje të kësia në të cilat në qoftë se njeriu i ka, atëherë ja ka hapur derë shejtanit për të hyrë në zemrën e tij. E ka filluar me të parën hasedi zilia, smira. Është e para derë në të cilën qoftë se ka njeriu, ja ka mundsuar shejtanit me hinë zemrën e tij, me ngushtuar edhe me mendu keq për atë person që ai e ka hased, e ka zili. Hirsi, me kon shumë i pasionuar pas diskaj, shumë më dhomas diskaj, çka do të qenë ajo? Në qoftë se tepër i bësh mastina, atëherë di që shejtani po lum me zemrën tënde. Ta ka larguar nga ato që duhen, nga ato që janë dobishme, ka shti vetëm u marrë me një gjë e cila duket se e tërë jeta është ajo. Çka do të qenë? El-ghadab, hidhrimi. Hidhrimi është një moment që njeriu kalon në ato. Por në qoftë se në atë gjendje ai e te kalon, hidhrohet stepërmi, atëherë dihet që ka hap një derë të madhe shejtani me hinë ta, edhe me xhiku, me bën ai zullum të madh, edhe ai padrejt të madhe me bën, edhe me bën punë të cilat më vonë do të pendohet kur ti kalon ai ajo gjendje. Prandaj edhe pejgamberi sa gjykatën e ka porositur
që kur të është i dhruar mes me gjikuar. Vendimet e mëdha nuk banë më marrën atë gjendje kur është njeriu. E shehua, epshet, dëshirat, pasionet e mëdha, njeriu e verbrojnë, nuk shet, edhe hyn në gjëna, hyn ati ku nuk duhet, ajo del është e këndshme për shejtanin. Është shumë e mirë për ta, shumë e lehtë, se kur i qohen ati dëshirat e mëdha, pasionat, së në nalë epshin e tina, atëherë e shtin ku askush s'mundet me paramendu pse bani ky person kështu. E shtin me gabu me vetveten, me familjen, me rrethin, me shoqërinë, çka tjetër. Ja zbukuron gjërat e dëmshme për ta. El hidde, ngurtësia, me ko njeriu tepër i pasyshëm. Disa njerëz janë shumë drejt kuptimin, kanë principe tepër, si me thonë, e përdojmë në tepër temperament, parimor, edhe mirë kesh ai qashtu, e ka kuqit kokën si të minë, edhe nuk thejet ndryshe, nuk është mirë ajo. Pse nuk është mirë? Se ndoshta qaj vendimi yti aq që s'do me ndrumentin është e kundërta ma e mirë, po ti jo veç kështu ki ngullen, ja nuk banë. Muslimani në qovë se e këthen anën tjetër e se ma të dobishme këtheje, i këthyshëm është. I pa këthyshëm nuk banë me kanë, ashtu mirë e kesh, unë e qishtu edhe s'ka. Kjo nuk është fort e livdushme. Hubu zine, e kjo të ndërruar nësët është ndukët bukur ma madhe se këtë që kalim për kohën që jemi. Hubu të zinul, ka thonë hubu të zin, fil menzil, wa thjab, wal athar. Me pas dëshirë madhe, zbukurimin e shtëpisë. Zbukurimin e tesha gjithar mirat treja. Edhe më marrë tepër me kësi zbukurime. Më do tepër mas këne gjërnave, është një lloj dere e shejtanit e cila kur një nuk ka me të ndalë, se gjithar, si shpo shomi ta, gjithar moda po ndronë, e duke dhom as tyne, krejt energjin, krejt forcën tanë dhe pasunin mundesh me argju dhe apet nësë me arrit qëllimit me i dalë fund atyne. Prandaj, këtë është një dere e shejtanit e cila mundet me u mashtruar, e ti po duket si gjithar mirë, po përparan, po ndronë, si me thonë, zbukurimin e shpisë e tjera. Me karar, me një mas edhe kjo. Nuk është që duhet me tepru e sheba, normalisht që kjo është sheba, me mush njeri u gjithar barkë. Muslimani, në këtë aspekt, në qofë se shikon Hazreti Muhammedin a.s. shokët e ti, atë generatat e ndritshme, shese thuhet ndër dëshirat më të mëdha që ka pas pejgamberi sa në ushqim është mishi. E ka dashur shumë. Edhe ato i ka zgjedh pjesë se cilës delës e lopës e tjera. Mirë po, përkundër kësaj që i ka dashur mishin dhe ushqimin e mirë, pejgamberi alayhis salam 3 ditë ka nejt pa hangër e pa pi, edhe ka lidhur në barkun me guri. Ka mbetur edhe shumë herë unë. Në momentin kur ta ngin barkin ruju, mos po ban ai punë pa këndshme. Se atëherë shejtani që më të fuqishëm, edhe je ndonën e tina malet për me të dikun ka dëshiron ajo, jo ka don ti. Tama fi nas është me pas dëshirë, me pas atë që ka njerëzit. Filani valla kish një kërk mirë, edhe unë sjaj. Filani një shtëpi mirë, edhe unë sjaj. Do thotë keq ka çetë njerëzit, tama, kjo është tama, me pas dëshirën që me voç çka ka njerëzit. Jo, kënaqem me atë që ke, më mirë se sa me ushqim me gjëra të tjera. El ajalatu, shpejtësia, i ngutshëm. El ajalatu min ash-shaytan wa ta'ni min ar-rahman, pejgamberi sa ka thonë. I ngutësia, se shpejtësia është diçka tjetër, kuptohet ne, e ka i ngutshëm njeriu. Në gjëra është prej shejtanit. Unë ngute për një gjë vendose pa qenë i vëmendshëm në atë, me ngutësi dihet që është prej shejtanit, nuk është prej teje. Prandaj kimu pendu ndoshta. Wa ta'ni min ar-rahman, ngadal duke analizuar mirë, duke parë anën e prashme dhe të parme, mos ngut në gjëra që janë vendimtare të rëndësishme në jetë. Nëse ngutesh, janë prej shejtanit. Në edhim, ngutesh me kërë, me mrime një vend, del ma largë.
Gutesh me një punë me e banë, kur se ka vaktin, atëherë hurime. Është një rregull thotë ai që do me marrë një gjë, që se ka kohën, do të sankcionohet dhe nuk do ta merr fare. Prandaj ajele është minë shejtan gjithherë. Ngutësia. Hubul mal, me dash pasuninë se tërë një derë të dirë e shejtanit, hamlul awam këtë duhet të ndalemi alë të asub fil madhahib. Shikoni që kanë vëllezër. Dietarët e fesë, hoxhallarët, të tjerët që shkruajnë libra të tjera, duhet kanë kujdes si në fjalët, si në derë, si në shkrimet e tyre, masën popullatën e gjithë muslimanëve, mos me ja uvshtuan të asubin fanatizmin për një mendim, për një mezheb, për një orientim. Më bon fanatik, vetëm kështu dhe tjera rrugë është e gabune, vetëm kjo dhe e tjetra nuk bën. Këtë të asub, që kjo mënyrë të asub i thojnë fanatizm për një mendim, për një orientim djetarëve apo mezhebe tjera, është e papranueshme. Është derë për dyrëve shejtanit, se të cilin mu haramisu me tjere, mu përqa me të tjere, mu fy me të tjere, mu ofendu njën i tjerën e tjera. Do thotë, se cilit e mban një drejtim, mirë po atë tjetrin edhe atë e respekton e ndëran edhe ai e ka vendin e vet. Do thotë, edhe këtë duhet me qenë në masë, në qofë se tepër me i mas tia po atina, është derë e shejtanit i cili e shfrytëzon për të na përçarë ndarë. Haml awam ala tafakkur fi dhatillah. Edhe libra apo dersë, të cilat e shtin masën për të menduar në Zotin, edhe mirën me sifatet e Zotit. Qysh është Zoti këtë atje, ata që e orientojnë masën e gjërë për ta analizu Zotin, po thënë kështu me këtë fjalë, kjo është derë e shejtanit e cila i thret masën e diçka që nuk jo pranon mendja, që jo kop mendja. Nuk mundën me kuptu realitetin e saj, edhe bojnë tani gabime rreth asaj, e bojnë më shumë gjëra, të cilat janë do të dëshirat e shejtanit për të hyrë me asaj gjëra. Edhe e fundit, su dhan bil muslimin, me mendu të keqen muslimanëve. Si me mendu të keqen, do thotë valla këtë njerëzit si dhimin e kanë dalë fare, këtë njerëzit e kanë shur rrugën, këtë njerëzit kanë deviju. Kjo e tjetra, do thotë me i mendu të keqen për muslimanët në këtë drejtim, apo edhe më ndryshe me thonë, po le të bëhet çka do me muslimanët në atë vend, po le të gjejnë çka do, se po e meritojnë këtë, nuk bën. Unë do ta tërheqi pak këtë, jo do ta marr një të përditshme që e kemi ne, mos ta marrin dikush atë që se kam qëllimin. Shko me një administrat, ku do këtu një punë që e banë në qytet apo edhe sime, ajve se shqiptari kështu e ka. Ne shqiptarë kështu. Do thotë, krejt gabimet, ja vëqes me shqiptarëve aj që punan gjoja së është për tyne. Që kjo është? Edhe muslimanëve në kuptimin tjetë. Do thotë, muslimanët, si kështu muslimanët, qështu e kanë muslimanët, kështu bojnë asine, gjoja së ti nuk je për tyne. Kur tush muslimanët kështu, do thotë pojnë aty në pjevgjur, e ti po do me pastru vetin, po ju, po ti e pjesë, dhe për ti dikur shtatë njëjtë. Prandaj këtu nuk janë përqyra as si fjalë, as si mendime, se janë ato dyrët e shejtanit të cilat hynë zemrat tona edhe në ashtë me ba situatën e keqe, zëm, keqe, pa shpresë, gjithëherë keqe, gjithëherë pa drejtë, gjithëherë tu mendu e keqja, jo, për kundra zi. Muslimani është që jep myshde, që jep ymët, që jep mirën, e përmend mirën e tjera për të ardha ajo. E nuk e bën zë në fjalët e tij. Prandaj këtu pak përmbledhje të këtyre gjërave të cilat mendimin e një dietar vazhdoi një kohë të hershme, dëshirova që veten edhe ju të këshilloj që ta mbrojmë veten zemrën tonë nga dyrët e shejtanit të cilat mundohet me hinë fortifikatën e zemrave tona, mundohet me të vërtuar atë për të na bërë siç është ai vetë. E ne duhet të arrijmë veten tonë me atë mundimi. Allah na ruaj, na mbrojë dhe na zot në rrugën e tij. Amin. Amin.